Zoti Islami, më në fund ambasada amerikane uroi popullin shqiptar për zgjedhjet e 11 majit në një mesazh fare të shkurtër, por që përmendte vetëm qytetarët shqiptar dhe jo klasën politike apo konkretisht kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste si fituese të këtyre zgjedhjeve. Mesazhi që dërgoi ambasada amerikane nuk është mesazh urimi për fitoren e komunistëve shqiptar apo për udhëheqësit e Partisë Komuniste të Punës Socialiste të Shqipërisë. Mesazhi është për ne qytetarët shqiptar, për marrëdhëniet që kemi ne dhe për dashurinë dhe për respektin që kemi ne për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për dëshirën e pafund që kemi që Shqipëria të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të kemi të njëjtat të drejta, respekte dhe detyrime që kanë dhe shtetet e tjerë të 51 shteteve amerikane, 50 shteteve amerikane. Ne zotëri e kuptojmë mesazhin e ambasadës amerikane ashtu siç ata e kanë shkruar. Dhe ata na janë drejtuar neve, nuk janë drejtuar Edi Ramës. Edi Ramës dhe kabinetet të tij ka rëndësia. Edi Rama dhe kabinetit të tij janë në situatë morti, kanë mort në zyrat e tyre, sepse ata e dinë se çdo të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbajnë një qëndrim të tillë. Veç kësaj, ka një logjik të gjërave, zoti gazetar, cila është logjika? Edhe ato që shohim, ato që nuk i shohim, si shohim edhe janë ata që janë atje. Zotri, Edi Rama zyrtarisht është akuzuar për korrupsion të McGonigal. Pra zyrtarisht Edi Rama ka korruptuar numrin 2 të FBI-t amerikan. Atëherë si mund ta vlerësojë Amerika këtë kryeministër në detyrë dhe të thotë që ta vlerësojë, ta urojë, ta bëjë, ishte pamundur, nuk do. Pra amerikanët na janë drejtuar neve dhe ne i falenderojmë për urimin që na kanë bërë. Ne shqiptarët jemi ata që kemi qenë për respektin dhe për dashurinë për Amerikën dhe presim nga ora në orë, nga minuta në minutë që Edi Rama dhe bashkëautori i tij në këtë masakër zgjedhore, Sali Berisha, ta arrestohen edhe të bëjnë brenda. Jo më larg se dje, Sali Berisha bëri një marrëveshje direkte me Edi Ramën për të mos pranuar 4 ankimime për numërimin e votave të Ilir Ali Mehmetit dhe 3 tjerëve të Partisë Demokratike. Ishte një tradhtie pastër. Po dhe pështir e mdyr tipike e Sali Berishës për të goditur ata që nuk i do dhe ata që nuk i vjen pas avazit. Pse e bën këtë Sali Berisha? Se kalojnë me një të tjetër, por në fakt të dy janë një lloj për Amerikën, si Salihu dhe Edi. E them këtë sepse Edi Rama, Sali Berisha përgatit terrenin që të ketë në krye të Partisë Demokratike njerëz që do japin votin që kryesinë e PD-s ta marrë Argita, e dia. Kjo nuk do ndodhë. Për këtë të jetë i sigurt Sali Berisha, dhe të mos vrasë më në pratë punë. Por unë bëj thirrje demokratëve të ndershëm, edhe njerë nga ju, nga ekrani juaj. Distancohuni nga komunisti, elveristi, diktatori Sali Ram Berisha. Distancohuni dhe çojeni atje ku e meriton. S'është demokrat Sali Berisha. Nuk është për demokracinë Sali Berisha. Sali Berisha është tradhtari i demokracisë, tradhtari i demokratëve, tradhtari i interesave të atëveut. Dhe këtë e provojmë me 101.000 fakte. Dhe të mos shkoj spaku ose byra kombëtare e hetimit dhe ta hetoj Sali Berishën për ato metra që ka marrë tek klubi Partizani që ajo. Sali Berisha ka krime të mëdha mikuris. Ka krime shumë të mëdha, të cilave duhet të bëhet hetusi e plot dhe investigim i plot nga organet e specializuara për hetimin kriminal. Avokat, si mendoni, pse ambasada u vonua që t'jap një mesazh të tillë dhe kaq të shkurtër në drejtim qoftë edhe të popullit shqiptar për zgjedhjet e 11 majit, apo kishte një, po themi,
një hezitim se cili do ishte qëndrimi që do mbante kundrejt këtij procesi zgjedhor, apo nga ana tjetër ka një mesazh të fshehur që i adresohet kryesisht kryeministrit Edi Rama? Mendoj, do ta filloj me kjo e fundit. Mendoj që duhet të ketë një mesazh të fshehur. Por imagjinoj dhe përmbajtjen e atij mesazhi. Fantazoj, domethënë. Pse e them këtë? E them sepse Edi Rama, ata kanë pritur nga Edi Rama që të deklaronte anullimin e zgjedhjeve, ngritjen dhe marrjen e pushtetit nga një qeveri teknike e cila do përgatiste vendin për zgjedhje. Edi Rama këtë nuk e bëri dhe nuk e bën se Edi Rama mundohet tani kapet si mbytur i pas leshtë e kokës që të shpëtojë. Edi Rama është praktikisht i mbytur. Dhe nuk e bëri edhe atë që mundësin që i dhanë amerikanët që kishte kohë të shprehej dhe të anullonte këto zgjedhje, të mos i konsideronte, po doli edhe bëri dhe festën te Qeshit Skënderbej, duke vënë një yll të madh atje në shesh, që s'ka lidhje fare me shqiptarët ai yll. Dhe nuk pranoi që zgjedhjet i ka vjedhur, që zgjedhjet i ka manipuluar, por në bashkëpunim të plot me heshtjen e Sali Berishës, janë të dy bashkë. Zotëri, Ambasada Amerikane e di mirë që oktapodhi komunist në Shqipëri i ka këmbë ato tentakulat e gjata dhe ka kapur të gjitha sferat e shoqërisë. Ambasada Amerikane pa shumë mirë, pa fare qartësisht që në fushatën zgjedhore ishte komplet administrata. Për shembull, këtu ku jam unë të Shalvaret që kandidonte ky Fatmir Xhafa, 2 veta ishin punojës ministrie të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk po i them emra, s'ka nevojë të them emra, e din vetë ata, që ishin punonin tërë ditën këtu për të bërë fushatë zgjedhore. Pra, e gjithë administratë, unë këtë e them konkrete dhe po të duan të më kundërshtojnë, të dalë në një të thotë që s'është kështu si thua ti. Do ta dëshiroja një tillë, sepse e kam dokumentuar dhe me zë dhe me figurë. Dhe të thonë që s'ka marrë pjesë atë. Po si këtu të Shalvaret ka qenë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe mos shkojmë tutje. Por Edi Rama pranoi që të bëjë deputet figurën më të degeneruar në jugun e Shqipërisë, tërmet pesin. Pra, madje i dha dhe shumë vota, duke mbuluar skandalin e tij seksual të pështirë që me një punojës të administratës dhe ai, se këta komunistët të zotëri i mbajnë gratë që kanë në përzyrë, do të bëjnë dashnore, do të pushojnë nga puna. Dhe u pas kam pasur të drejt para 1-2 vjetës që thash gruan po e qove të drejtori kryeministrit, të drejtori ministri, brigadieri, ja ke dhënë atij. Ja urdhë të vërtetohet. Partia e punës e Shqipërisë në 3 raste, 3 kryetarë bashkie janë kapur me preshëndor duke me zyrtarët edhe me punojësit e administratës. Pra, veç kësaj, Edi Rama duhet të na thotë sot, të dalë që të opinioni publik, listën emërore të 27 vetave që marrin rroga në qarkun në rrethin e Tepelenës, duke qenë dhe jashtë shtetit të verifikohen dhe nëpërmjet sistemit TIMS. Dim shumë zotëri, por nuk na pyesin, sepse organet hetimore janë në dorë të Edi Ramës. Unë edhe një herë tjetër po i biciri Biros Kombëtare të Hetimit sot nga ju. Edhe një herë tjetër po i drejtojmë Altin Dumanit. Zotëri, bën detyrën. Zoti Dumani bën detyrën. Bën detyrën sa s'është vonë për ty. Dhe mos u trëm nga Edi Rama, se s'ka që bën Edi Rama. Edi Rama i ka ngarkuar plaçkat.